Mirëmbrëma të gjithëve, besoj që kjo nisëm e bukur nuk ka nevojë për shumë fjalë nga ana ime, aq më tepër pas prezantimit interesant dhe të mirë studiuar nga ana e arkitektit. Unë kam bindjen që këtu është krijuar sinergjia e duhur me djemtë e koleksionit, me arkitektin, nga ana tjetër me Bashkinë e Tiranës dhe me Ministrinë e Kulturës, kështu që janë të gjitha forcat e nevojshme për të ndërtuar më në fund një hapësirë të munguar në Tiranë të artit dhe të kulturës islame. Është një hapësirë e munguar edhe për atë arsye që shumë bukur e shpjegoi arkitekti, që kultura dhe arti islam janë pjesë integrale e kulturës së Mesdheut, e kulturës e Europës, dhe pavarësisht se ky muze në përmasën e vet është modest, krahasuar me shembujt që i pat aty të muzeve shumë pompoz të artit dhe kulturës islame, por besoj që është i nevojshëm dhe është i mjaftueshëm për ta përcjell këtë dëshmi që përndryshe për shumë kënd është një dëshmi e munguar dhe madje edhe është një dëshmi e pamundur, sepse në mendjen edhe në idenë e shumë kujt, kultura dhe arti islam nuk kanë lidhje me Europën, nuk kanë lidhje me këtë pjesë të kontinentit ku ne jemi, dhe madje këtë pasuri kaq të çmuar të traditës dhe kulturës tonë, shumë kush e sheh si një trashëgimi të imponuar nga një periudhë e caktuar e historisë. E vërteta është krejt ndryshe dhe dëshmia e kësaj të vërtetë përmes një muzeu të tillë është një nevojë, është një domosdoshmëri dhe është një vlerë e shtuar për kryeqytetin. Nga ana tjetër besoj që jemi me fat që janë bashkuar këto forca dhe na jep mundësia që këtë nisëm ta materializojmë në këtë pikërisht godin si bërtham e muzeut të ri, që siç e shtroi arkitekti do të përbëhet nga kjo godin dhe nga një godin tjetër bashkëkohore. E për më tepër jemi me fat sepse jo vetëm që do të kthejmë në identitetin e vet të plot edhe do të restaurojmë ashtu siç duhet godinën e Sarajeve, por e kemi mundësinë ta kemi të muze mund zemër Tiranës. Dhe praktikisht ky muze i shtohet një Gjerdani që po shkon duke u zgjatur dhe pasuruar me teatrin e ri kombëtar, me galerinë e re kombëtare, me muzeun e ri kombëtar, me muzeun Besa që është fare ngjitur dhe që do t'i bëjë eon historisë së lavdishme të shpëtimit të ebrejve nga shqiptarët, ku pavarësisht përkatësive fetare, shqiptarët morën në mbrojtje një popull tjetër me një besim tjetër. Dhe më tutje akoma besoj që edhe lidhja e gjithë kësaj pjese me pjesën tjetër ku
kemi piramidën, e më pas muzeun tjetër që është në ndërtime sipër me koleksionin unikal të ndjerit Artan Lame. Na japin mundësi që ta shohim të nesërmen e Tiranës të pasur me stacione arti, me stacione kulture, me stacione historie, të cilat do të shkojnë duke ushtuar. Para që është e rëndësishme në këtë rast, është se ky është një stacion kyç i historisë tonë. I historisë tonë si komb i historisë qytetit tonë, të kryeqytetit të Shqipërisë. Kështu që unë besoj se talenti pa diskutueshëm i arkitektit, që është dhe autori i një tjetër muzeu shumë të bukur, tani më të realizuar edhe që vizitohet shumë, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubin Shkodër, që është edhe projektuesi i muzeut të ri kombëtar, në godinën ekzistuese, por me ndryshime të rëndësishme dhe ndërhyrje të rëndësishme arkitektonike, është një garanci dhe më vjen shumë mirë që paralelisht Hernandez po punon edhe për një tjetër muze në Shkodër, muzeun që praktikisht i dedikohet martirizimit të klerit katolik. Dhe kështu në një farë mënyre plotësojmë pak nga pak dhe një mozaik të munguar të historisë së fesë në Shqipëri, që do të ketë vendin e vet pa diskutim edhe në muzeun e ri kombëtar. Ju faleminderit shumë për ftesën, sinqerisht. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë djemtë e Institutit Konak. Tani mund të ketë dhe vajza aty, po unë vetëm djemt njoh për momentin. I falenderoj për dashamirësinë edhe për kurajon për ta nxitur këtë nisëm, edhe për të vënë në dispozicion sa e nisme koleksionet e tyre. Është shumë e rëndësishme kjo pjesëmarrje e tyre, sepse një sfidë e madhe me këto godina të reja është pastaj jeta e tyre më pas, është administrimi i tyre, është organizimi i të përditshmes së tyre, sepse siç e tha dhe Hernandezi, nuk është çështja thjesht të bëjmë një muze statik që do të ketë objektet e veta dhe do të mbetet aty i pandryshuar asnjëherë, ku njerëzit do hyjnë dhe do të dalin pa pasur mundësinë të shohin asgjë tre. Fjala është për të pasur një muze të gjallë, ku krahas koleksionit të përhershëm i cili dhe ai lëviz, të ketë edhe aktivitet ekspozitash, aktivitet performancash, aktivitet diskutimesh, dhe prania e institutit në këtë iniciativë për mendimin tim është garanci për jashtësinë e muzeut si një muze i gjallë. Po këto janë të gjitha, pastaj janë gjitha aspekte që do trajtohen edhe institucionalisht për t'i dhënë formën e duhur këtij bashkëpunimi dhe për ta bërë atë të qëndrueshëm edhe afatgjatë. Dua të falenderoj edhe miqtë që kanë ardhur nga Italia. Jam mirënjohës për praninë e tyre, edhe më vjen shumë mirë që së bashku ta çojmë përpara këtë nisëm, edhe t'i vëmë qëllim vetes që deri në Shqipëri në 2030, se unë me atë e kam fiksimin, ju e keni me shekujt e kaluar, ta kemi të çelur derën e këtij muzeu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë zoti kryeministër për mbështetjen, fjalimin.
Ne jemi në momentet përmbyllëse të eventit tonë të ditës së sotme, ndaj kam kënaqësinë të ftoj doktor Besnik Sinanin për të dhënë fjalët përmbyllëse. Faleminderit shumë. Unë të njësë falenderimin për bimin, për moderimin që i bëri sot, dhe sigurisht do i falenderoj të gjithë juve, zoti kryeministër, ministër antar të qeverisë, të ftuar, principesa, Dr. Botafogo, të gjithë ju, shumë faleminderit. Kjo është një moment shumë i rëndësishëm për projektin që ne nisëm midis miq, dhe ky projekt ne tani e shohim që bëhet projekti një komuniteti. Bisedën e sotme unë e bëra duke u referuar esencës kuratoriale të ekspozitës tonë të parë të shkruar nga shkrimtari Ervin Hatibi, i cili e krahasoi këtë koleksion me të fjeturit e Fesit, apo Djemtë e Shpellës që quhen në narrativën kuranore. Dhe u duk që kjo narrativ kapi vëmendjen e disa prej folësve. Princesha Aliata ju referua po kësaj narrative, Dr. Botafogo Dr. Badat ju referua po kësaj narrative, kështu që dukshëm ajo nxiti, si të thuash, mendimin e prezantuesve. Për ne, ky është momenti kur Djemtë e Shpellës dalin nga shpella. Ne e shohim këtë vetëm si momenti fillestar i një procesi të jetë më të gjatë, duke shpresuar gjithsesi që në këtë moment nuk është vetëm vizioni mes miqsh, kemi mbështetjen e qeverisë, kemi mbështetjen e bashkisë. Nuk ka gjë tjetër për të thënë për mua veç se t'ju falenderoj përzemërsisht dhe ju presim në eventin e hapjes së muzeut. Faleminderit dhe natën e mirë.